Unë po them veprimi në flagrancë ndaj gjës. Se urdhë ku kemi, tani njoftimin nxjerrë pak Elkiert, lutem. Ai njoftim që unë nuk e di cila drejtore shkolle është, një prind që më shkruan dhe thotë Sonila, unë reagova, nuk e çova vajzën time në këtë aktivitet për te këmbguljes së saj. Unë ja qartësova se ai nuk është një aktivitet për interes të fëmijëve, por për interes politik. Tani unë nuk e di cili mësues, cili drejtor shkolle, ose vetë prindrit të cilët i çojnë fëmijët dhe prindrit, ndërkohë që nuk i kam parë të shqetësohen, ose edhe vetë mësuesit të ngrihen, se unë nuk e pranoj dot që shteti tërhiqet dhe e lë, si thua, prindin përballë mësuesit, e lë pacientin përballë mjekut, dhe tërhiqet shteti totalisht fare nga loja, më kupton, dhe nuk ekziston me asnjë institucion dhe mekanizëm tjetër. Por realisht, a folën kur dolën fundit në PISA? Në renditje, që është arsimi totalisht i shkatruar? Është ajo fasha arsimi që ka filluar në 2013 deri tani do. Është zhvillimi i arsimit nga klasa e parë deri te po se po shkojnë në miting dhe jo në klasa ose në auditorat, fjormim do marri. Kjo është e pa imagjinueshme. Tani do ndjekim pak ka reaguar Belind Këlliçi, ju lutem më ndihmoni pak me gjashtën, kam edhe një paralelizëm që dua të bëj pak me Këlliçin. Vetëm një moment, Sami. E ndjekim pak? Pasi u tha vajzave 18 vjeçare, rrov dashnorja, tani Edi Rama u bën thirrje fëmijëve të kërkojnë në Google fotot e tij nudo. Po, seriozisht, është çmendur. Ky model nuk është modeli një prindi shqiptar, i një njeriu normal. Këto janë sjellje rrugaqërore të papranueshme në shoqëri, aq më pak për një kryeministër apo zyrtar shteti. Ky turp duhet të ndalohet dhe do të ndalohet më 11 maj. Kjo mendje e sëmur duhet ndalur me çdo kusht. Në fushatën elektorale, për zgjedhjet lokale, Belind Këlliçi, në sugjerimin e strategjistëve të tij apo me idenë e tij, unë nuk e di këtë gjë, bëri një shenjë. Po ta mbash mend, me gishtin e mesit, ishte në një poster i vendosur për cilin pati një reagim të jashtëzakonshëm menjëhershëm. Belind Këlliçi e sjell në vëmendje këtë gjë dhe thotë: "Thirrje publike ish myftyrë të Tiranës Ylli Gurra. I nderuar Ylli, unë Belind Këlliçi mbaj mend një reagim tëndin shumë të skandalizuar për gishtin e mesit kundër korrupsionit, posterin tim gjatë fushatës elektorale kundër tashmë të burgosur Terion Veliaj në zgjedhjet lokale të vitit 2023. Poster të cilin e quajte acivilizues. Unë dua të besoj që reagimi yt vinte nga një moralizim i sinqert dhe jo nga një përdorim politik i radhës nga pronari faktik i inceneratorit Tiranë dhe kreu i PSD-s. Ylli, a ka ndonjë reagim sot mbi thirrjet skandaloze, antinjerëzore, amorale të kryeministrit të Shqipërisë për të miturit që shkërkojnë në Google fotot e tij nudo? A ka rast në flagrancë ky për çdo qytetar, prind apo njeri të Zotit që të ngrihet kundër këtij turpi dhe degradimit të shoqërisë shqiptare? A ke ndonjë reagim ti edhe për deklaratat e tij të çmendura që vajzat shqiptare 18 vjeçare të bëhen dashnore për hir të votës dhe lidhjet e tyre emocionale, jo shjem fizike, t'i vënë në shërbim të Partisë Socialiste? Pres me padurim një përgjigje dhe një reagim tëndin në interes të opinionit publik dhe të qytetërimit tonë të përbashkët. Përveç kësaj, Belindi i ka shkruar në fakt edhe një tjetër komiteti, bëhet fjalë për Ergest Bitin, kryetari i Komitetit Vëllazërisë Ungjillore të Shqipërisë. Lutem, vendosni pak pamjen, sepse aso kohë, pikërisht është marrë një paragraf nga koha jon, ku thuhet Vëllazëria Ungjillore e Shqipërisë kundër Këlliçit e papranueshme për një kandidat, fëmijët nuk kanë nevojë për shembull banalitetesh, shkruaj aso kohë. Dhe Belind Këlliçi sot i shkruan po të njëjtit. Në zgjedhjet lokale të vitit 2023, ju si institucion folët kundër sharjeve banale dhe thatë se fëmijët ta nuk kanë nevojë për shembuj banalitetesh. E gjitha kundër gishtit të mesit, kundër korrupsionit, postrit tim ndaj famkeqit Erion Veliaj. A keni ju si person sot një reagim për shembullin skandaloz, amoral dhe kundër çdo parimi fetar të Edi Ramës, i cili sot u kërkon të kërkojnë në internet fotot e tij nudo? A do të mbrojtur fëmijët nga përdorja e tyre në fushat në mënyrën më të keqe të mundshme, duke kërkuar të kërkojnë imazhe nudo të politikanëve në Google? Ne flasim për edukim familjar, për pedagogji, për tutelim të fëmijëve nga bota e errët e internetit. Por për çfarë morali dhe mbrojtje mund të flasim ne kur vetë kryeministri jep shembullin më të ulët, së fundmi do drejtohem me vargjit e pavdekshme të madhit Azem Shkreli. Sikur shiheshim me veten sy, kishin për të puth, ap shty. Pres me padurim përgjigjen tuaj. Sami, ke qenë nën kryetar i AMA-s. Njëkohësisht vjen nga shoqëria civile, je gazetar, heshtja e shoqërisë civile, e këtyre organizmave, që në fund të fundit ne nuk jemi vetëm gazetar që duhet të ndërtojmë balancën midis partive politike, kemi një mision shumë tepër se sa aq. Si është këtë heshtje? Së pari, çështja, domethënë deklarata ose sugjerimi i Ramës sot në takimin nxënësit e ka të kaluar
çështjen si problem etik. Të dy avokatët argumentuan shumë mirë se nuk është më thjesht çështje etike, por është një çështje e cila merr shumë ngjyra penale dhe ndoshta duhet të jetë edhe subjekt i personave të specializuar në lidhje me ligjin dhe shkeljet penale. Kjo është një gjë që duhet të ndiqet. Në raport me reagimin e shoqërisë civile, ne kemi theksuar vazhdimisht që shoqëria civile është mpakur. Është mpakur, domethënë kur them shoqëria civile, kam parasysh edhe përfaqësues të grupeve të ndryshme shoqërore, të cilët o afilohen në politikën ose afilohen dhe në vitet e qeverisjes socialiste janë afiluar me qeverinë. Domethënë shoqëria civile, përfaqësuesit e grupeve, të cilët afilohen me qeverinë, nuk i kemë zë të pavarur, nuk i kemë zëra të cilat përpiqen të orientojnë shoqërinë apo të mbrojnë shoqërinë nga agresiviteti qoftë edhe i politikës apo qoftë edhe i pushtetit, janë në përgjithësi janë instrumenta të cilët i duan pushtetit për një ditë të caktuar. Dhe mund mos i duan fare, po atë ditë që i duan ata janë të gatshëm dhe ata ishin paq të gatshëm kur Këlliçi bëri posterin para një viti e gjysmë, takon tani. Kështu, një gjë tjetër që doja Sonil të theksoja, dua që edhe këtë gjestin e Ramës sot dua ta nxjerr nga kotosllaku i përditshëm që ai përdor ose që përpiqet ta vesh edhe fushatën, ta vesh me një farë komedizmi, me një farë gallate, domethënë ta nxjerr nga gallata. Se nuk është kështu. Herë së pari, ajo del nga domethënë përcaktimi Nudo është një përcaktim për ta shfaqsuar, për shkak se ne kemi parë natyrisht Nudo ka edhe është edhe artistike. Por nuk është artistike në rastin e Ramës. Në 2007 Rama vetë ka kërkuar falje për ato foto që ka bërë. Ndërkohë që ka komentuar fotot kur u publikuan në media, ai edhe ka kërkuar falje. Çfarë do të thotë se nuk bie dakord me atë kontekst që i vendos fotot si Nudo. Nuk janë Nudo, janë pornografi. Së dyti, atëherë janë nxorën fotot, ai tha që mi nxorën kundërshtarët politik. Sot nuk ja kanë nxjerrë kundërshtarët politik, e kanë nxjerrë vetë. Domethënë ai nuk i nxori me fotografi, po të tha Google, kërkoni me këtë dhe normal, kushdo po të kërkojë e gjen, domethënë me atë adresë që dha. Duke shtuar dhe një fjalë se gjëra të tilla shihni plot, ose dhe kjo më bëri përshtypje, ky drejtuar fëmijë, keni parë më keq se kaq. Po, është e rëndë në fakt. Dhe a mbylli TikTokun kryeministri për këtë? E mbylli TikTokun për këtë gjëra, domethënë. Kjo është kundërshtanje shumë e madhe. Se treti, ai sot nuk kishte votues aty përpara. Domthonë aty ishte ose kishte shumë pak fëmijë votues, gjithë pjesa tjetër ishin fëmijë nën vot. Pse bën këtë gjë përpara një audiencë të tillë, e cila në fakt nuk është e justifikuar as me tekstin politik ose me tekstin e fushatës elektorale. Diversioni? Dua ta them një gjë, që të tjerët shumë njerëz mund mos ta dinë. Nëse ju kërkoni Edi Rama Nudo dhe ju dalin fotot Nudo, algoritmet pas në back office, që nuk janë njerëz, janë kompjutera, të lexojnë ose si thua të investigojnë shijen. Dhe pas kësaj ti do presësh ligje, të cilat të çojnë, të kanalizojnë në zonat e tjera, të cilat janë tërësisht të ndaluara për fëmijët dhe këtë nuk t'i ndalon dot Google-i. Sepse Google-i është një platformë që ka të gjitha llojet e të gjitha kategoritë. Kështu që do ishte shumë mirë që Rama të kërkonte sërish falje sonte, edhe t'ju kërkonte kalamajve që mos të kërkojnë me ato fjalshin që tha, dhe ndërkohë institucionet duhet të reagojnë. Së pari duhet të censurojnë deklaratën e Ramës me fëmijët. Kjo është një detyrë e Ramës, ama duhet ju ka 3-4 nene në ligjin për Raman, përfshirë dhe kodin e transmetimit, i cili i kërkon Ramës të mbroj, sidomos të mbroj të miturit nga rastet e tilla. Dhe mediat audiovizive janë media me ndikim të madh publik që shifën shumë, duhet patjetër të thotë që pra ama mund të veprojë në këtë rast. Duhet ta bëj këtë gjë, domethënë në kontekstin e parë. Domethënë jo se gjëja hapi i parë është ky. Hapi i dytë, organizatat e fëmijëve këtu në Shqipëri ka organizata fëmijësh. Për mbrojtjen e fëmijëve. Ka edhe të shoqërisë civile, po ka edhe institucionet të cilat janë ngarkuar për këtë punë. Brenda Ministrisë së Shëndetësisë ke një agjenci, ke drejtori të cilat merren vetëm këtë punë. Ne i paguajmë për këtë gjë. Ato duhet të ndërmarrin aksione në mënyrë të tillë që jo vetëm të ndërtojnë sensibilitete, po të ndërtojnë barriera për një tekst të tillë dhe për një situatë të tillë, sepse unë e thash, nëse njerëzit janë futur sot, fëmijët janë futur sot në internet dhe kemi plot të drejtë të mendojmë se ata janë futur.
sepse u ka thënë kryeministri, te kryeministri i vendet u ka thënë në formën e shakash, në formën e bisedes, kështu domethënë intimitetit, dhe ata kanë bërë këtë gjë. Do shumë e thjesht hap telefonin. Intimitet me aq shumë kamera. Nëse. Po pra, intimitet në kultivin biseda në një kontekstin tim domethënë. Shiko, mund të sqaroj diçka në vim të asaj që tha zoti Neza, se unë jam shumë dakord, por në kuptim të ligjit, ligji